Muaji Ramazan është muaji në të cilin ka zbritur Kur'ani, është muaji i mëshirës dhe i mundësisë së përmirësimit. Në këtë muaj, agjeruesit e arrin gradën më të lartë të disiplinës, kurse disiplina është grada më e lartë e vetë respektit. Allahu i lartëmadhërisht thot në Kur'an: kush e përjeton këtë muaj prej jush, le të agjeroj. Kurse agjerim nuk do të thënë vetëm që të mos hash dhe pish, por që të largohesh gjitha gjërave të cilat Allahu nuk i don. E pasi ta trajnosh veten gjatë këtij muaji me këtë, atëherë është edhe shumë e lehtë që ta mbash gjatë gjithë vitit këtë lloj disipline. Kam për qëllim shmangjen e mëkateve. I dërguari Allahut alayhis salam në një hadith autentik ka thënë: agjeruesi ka dy gëzime, gëzimin kur e çel agjerimin dhe gëzimin kur ta takoj Zotin e tij. Agjerimi përveç që është vepër e mirë dhe urdhër nga ana e Allahut të lartëmadhërisëm, është gjithashtu edhe shumë efikase në luftimin e sëmundjeve dhe shumë e dobishme për trupin e njeriut, sepse gjatë agjerimit zhduken qelizat e këqija apo të vdekura, forcohen shqisat e njeriut e kështu me radhë. Pra le të fillojmë këtë muaj si mundësi për ta përtërir jetën tonë dhe të fillojmë nga zero.